Për 5 vite, Shqipëria ka importuar dyfishin e mallrave dhe shërbimeve të eksportuara në vlerë dhe sasi. Nga të dhënat e Instat, rezulton që ekonomia shqiptare vijon të mbështesë eksportin kryesisht e lëndët e para, materialet e ndërtimit dhe produktet fason, ndërsa importon makineri, lëndë djegëse, produkte ushqimore dhe teknologji. Eksperti ekonomist Klodian Muço vlerëson se struktura e eksporteve shqiptare mbetet e përqendruar te produktet e papërpunuara, me vlerë të ulët në treg, ndërsa niveli i lartë i importeve është ndikuar nga rritja e konsumit dhe turizmit. Në të kaluarën kemi eksportuar shumë minerale, po në vetvete mungesa investimeve në këtë sektor ka bërë që eksportojmë kryesisht minerale të papërpunuara. Kemi një avantazh në prodhimin e materialeve të ndërtimit, që edhe në këtë kemi eksporte kryesisht në vendet e rajonit. Ne do vazhdojmë të importojmë gjithmonë teknologji, jemi shumë të vegjël për të prodhuar teknologji. Do vazhdojmë të importojmë komplet produktet që përdoren në shëndetësi, ilaçe të tjera. Do vazhdojmë të importojmë shumë produkte ushqimore, por këtu kemi një potencial që bujësia të zhvillohet dhe më tepër dhe të kalojmë në produktet ushqimore. Megjithse Shqipëria ka avantazhe në prodhimin e materialeve të ndërtimit dhe energjisë, ekspertët vlerësojnë nevojën e investimeve dhe riorganizimit në sektor të caktuar për të rritur konkurrueshmërinë e eksporteve. Shqipëria ka një potencial shumë të madh dhe kjo ndoshta në të ardhmen, në 5 vite të ardhshme kam përshtypjen që Shqipëria do kthehet në një eksportues i mirëfillt i energjisë elektrike, do me thënë tendencat e investimeve në sektorin fotovoltaik, do e ke lidhur këtë ngushtë edhe me do me thënë me prodhimin e energjisë hidroelektrike nga uji, kam përshtypjen që shumë shpejt ne do kthehemi në eksportues neto në rajon, dhe kjo ndoshta do jetë sektori që ne do kemi më tepër progres. Bujësia, por që vazhdon akoma të ketë produktivitet të ulët, dhe kryesisht produktet e fasonerisë apo sektorin e tekstilit, që dhe ky sektor ka nevojë për një riorganizim total, ndryshe në vitet e ardhshme nuk do jetë më kaq i rëndësishëm për eksportet shqiptare sa është sot. Shteti shqiptar të sforcohet më tepër në këtë sektor, duke dhënë më tepër subvencion me qëllim që ne të prodhojmë qoftë për vendin, domethënë për produktet vendase duke qenë autosufficient, qoftë për të eksportuar jashtë. Sipas Instat, eksportet shqiptare shënuan rritje në prill të këtij viti, duke arritur në vlerën e 34.9 miliard lekëve, mbështetur kryesisht nga mineralet, lëndët djegëse dhe energjia elektrike. Megjithatë, rritja nuk erdhi nga shtimi i sasisë së mallrave të tregtuar, por si pasojë e rritjes së çmimeve të ndikuara nga tensionet në lindjen e mesme. Në kategorinë e mineraleve, lëndëve djegëse dhe energjisë elektrike, si eksportet ashtu edhe importet, ranë në sasi, por u rritën në vlerë, duke reflektuar çmimet më të larta në tregjet ndërkombëtare të energjisë dhe karburanteve.